Po për shembull, unë si shofer nuk kam bërë zëm asnjë gabim, nuk ka ndodhur asnjë aksident përgjatë vitit. I bie të paguaj më pak apo jo? Jo, ti do të paguash normalisht. Sa do të jetë policia e sigurimit këtë vit. Pra në këtë rast kemi vetëm ata që bëjnë më shumë dëm e do paguajnë më shumë, ndërkohë ata të tjerë do paguajnë aq sa paguhet. Do paguajnë aq sa paguhet sepse tek ne është lënë që kush ka 3 vjet që s'ka shkaktuar aksident, kaq sa mbaj mend se sa kam ligjin përpara, po me sa mbaj mend, kush ka 3 vjet që nuk ka shkaktuar aksident, por kjo ka filluar në vitin 2025, quhet viti 0. Pra në vitin 2026 asnjëri nga ne nuk përfiton, sepse s'kemi 3 vjet. Pra nuk është se është mbarë historiku. Pra të merresh historiku 3 vjet e fundit, 5 vjet e fundit dhe pastaj kështu. Pra 3 vjet rresht, komandë sigurisë vetëm se do marrin shumë lek dhe nuk do paguajnë asnjëri nuk do ketë policia e sigurimit më të ulët. Kjo nuk është e drejtë.